tona që edhe ato me rujt ju gjithçka me shprej. A mendoni se janë më të forta ose më reale shoqëritë mes djemve apo mes vajzave? Djemve. Se? Se s'kanë xhelozi. Djem nuk kanë xhelozi. S'kanë xhelozi. Edhe unë pajto me Adi, në fakt këtësisht edhe unë mendoj që djemt e ka një shoqëri më të fortë. Unë se mendoj këtë. Ose pas na pas shumë fat, me sa duket. Për një me, për halal të kohë, seriozisht. Se di unë besoj që njërë duhet me punu shumë në raportet që krijon. Mbase kam pa meshkull që vërtet shumë e suportojnë njëri tjetrin, por që ka dhe femra që shumë e suportojnë njëra tjetrin. Kam njohë nëse s'po them që pa tjetën rritin të. Suportojnë para ftyrës, rrjetë sociale, po më rapa. Se di. Shumë menoj që... Pse me ndonë këtë? Se di, djek dikon, po s'është me pa tjetër. Let it go. Qatë që ka ndodhë. Jepja... Jo, sot që më ka ndodhë, po folim përgjithsi. Okej, me ndodhë. Më ka ndodhë dhe mu, po folim përgjithsi, që... Mbase, mundet me qenë, mbase se di këtë, meshkujt mendoj që janë suportus, mund me qenë edhe femrat që kisha marrë në përgjithsi, për mendimin tem. Do thot, asnjëherë nuk je ndi e thyer kështu ose e zhgënjur për një shoqe, ja? Po, pa tjetër, sen që ndodhë, po sen që ndodhë është sen universal. Edhe të djemë të vajzat, po? Pa tjetër, shumë gjë normale. Kur jemi të këthyrje, ndoshta të këto zhgënjimet, si reagoni kur një shoqe ju lëndon ose ju zhgënjen? Une, një shoqe në fakt, e du tepër shumë, po që të munosh me majtë mirë, unë e arrit tepër shumë e qatë persone du, e respektoj e krejtja e këpos komplet. Nuk e kam atë mesin, s'moj. Se unë jam person që tepër jap në mas njerëzve, tani nuk ka shansë, a dalë prej vetës nëse e moj qatë. A dhe nas këneja sa ne, kështu që ja, e kom shumë shoqe, ja... Çka ke bo mas shumë ti tek një shoqe, deri në çfarë pike ke arrit tek një ndim kështu për një shoqe? Pas na menu qëto. Dhe një sakrifis, ose edhe Lind Joana, Elona? S'është më pa tjetër me qenë sakrifis, thjesht je aty për ditë, nëse i duesh ato e din që të kanë, keme qenë aty për to, kështu që mendoj që kjo sendi më i rëndësishëm që mundesh me e bo. Që është e vërteta e kam një send, për disa sa mundu me qenë korrekt, por që në përgjithësi e kam me njerëzit, kam qepi vendos njerëzit në prova, me shiku se sa e vlerë mi pas në rritin tem. Më ka ndodhë që kam provu shoqe, këtë me pyt që ka bënë sot, më ka ndodhë të them për sigurt, besoj që kam e pas ende e kam shoqe, që është e vërteta, por që në këtë ras, s'ka qenë aty për mu. Edhe ka thonë, s'kam asë dhe një plan, okej, kam thonë, jam smut, a mund është marrë sot të unë, s'kam qenë smut fare. Thjesht e kam pas që në periudhën e fundit e ka pas një farë, s'po ditë, thjesht kemi pas kontaktin që kemi pas ma herët, edhe nuk ka ardha të ditë. Unë s'kam qenë smut, por që e kam ditë që ajo nuk është bashkë në rrethin, që do të me pas Elona 100% si të kishte pas ma herët. E kam me shumë dëshirë që me vendos njerëzit në prova, mendoj që kështu duhet me funksionu. Një bisede këndshme të cilën do e vazhdojmë më pas, mirë po është koha që të vazhdojmë pak me një blok marketingu për të